Wow, si duke më kështu si Neon Light me këtë bluzë. Gjithsesi kështu me ngjyra, me drita dhe me një këngë të Justin Bieber dhe Skrillex në sfond. Ne kemi filluar dhe prapë me Kaçurela jam. Ne kemi filluar me dhe për ditën e sotme. Mirë se erdhët. Kush ka thënë që e Marta është tërë se ka shumë gabim, se të paktën edhe nëse është dita, ky dyoshi nuk ka shanse që të jetë tërës, se ne jemi shumë me energji këtu në Medej, pse do thoni ju, se para njerë kemi vitamina, prandaj jemi me energji, kështu që futeni vitaminën në telefonin tuaj shpejt e shpejt dhe keni 3 GB internet, keni Facebook pa limit, keni Instagram për ta përdorur si të doni ju, jo vetë Twitter me gjithë çka tjetër, gjithë aplikacionet e mundshme mainstream dhe shumë të rëndësishme të internetit dhe gjithashtu keni dhe Deezer, pastaj që atë këngë që pëlqen më shumë e futet tek lista. Krijo listën tonë me 20, 30, 50 këngë i dëgjon, kur del për vrap, kur shkon në shtëpi, kur shkon flesh bukën me kufje dhe gjithçka është shumë e bukur. All music, no rules. Kur nuk mund të dëgjoni radion tonë 105.7, keni Deezerin shumë mirë. Tani, me që ta fillojmë mbar, e bëjmë një parakalim sensual strishash që ti kujtoj gjithë matistat se si mund na gjejnë ne në internet për shembull. Nëse doni që t'jeni me ne edhe në Facebook, të komentoni edhe në temën apo kudo tjetër, me @mat.al është website-i jon, ku ju mund të shikoni çdo lajm të mundshëm që ne shkruajmë aty për hyjet e Hollywoodit shqiptarëve tuaj. Edhe në YouTube jemi gjithashtu me TV Albania dhe kudo, mjafton të shkruani në Google me Albania. Tani me Rena apo pa Rena, si doni ta nisim? E rëndësishme është ta nisim me Sony Male dhe filluam. Gëzuar ditëlindje të gjithë madisa që sot festojnë ditëlindjen kudo ku jemi. Shiko, unë jam shumë e lumtur se her pas here marr shumë tekste të natyrës ndryshme në Instagram më shumti, që na shkruajnë dhe na ndjekin në YouTube për shembull. Shohin sa herë poste, prandaj duhet t'i hedhësh me direkt sa bëhen ti vini që je aty. Sepse ka shumë që na ndjekin edhe jashtë Shqipërisë në ato video që ne hedhim të shkurtra pse jo edhe në YouTube madje. Prandaj dua t'ju them që vetë se na shikoni tashmë kudo ku jeni jashtë Shqipërisë, ju mund na ndiqni edhe në Kosovë. Për gjithë shqiptarët e Kosovës jemi në IPCO apo në Maqedoni jemi në Upcom tashmë, jemi në kanalin 67 në Upcom, kështu që mënyrat janë të shumta si mund na ndiqni, çmendini të bëni çuditëra së bashku me ne, se vera jam i sigurt dhe më e bukur në shoqërinë tonë. Kështu që ka shumë fjalë sa që kuptova fare ç'do thoja tani. Të tipit ditëlindje duhet jenë, duhet kujtojmë, ua, dhe kemi një futbollist që feston ditëlindjen sot. Nëse unë ju them Zinedine Zidane, çfarë vjen ndërmend vetë kokën e tij të fortë. Dhe nuk kam fjalë kështu në mënyrë metaforike, kokë fort, po në kuptimin e parë të fjalës, ai ishte 2006 atëherë, me kë luani këto me Italinë, që fitoi Italia. Mos ta bëj kështu. Ku ky pati një incident të tipit doli nga loja se ja futi me kokën atij tjetrit. Sot nuk e ka më kokën aq të fortë, por ka vite të mëdha, sepse është 43 vjeç në ditën e sotme. Ne jurojmë në 143 vite me po atë kokë Zinedine Zidane dhe e përgëzojmë për gjithë suksesin që ka patur në fushën e gjelbërt. Për të kaluar tashmë tek një djalosh romantik, sa s'ka. Jason Mraz për shembull, vetë se është një kitarist shumë i mirë, është edhe një këngëtar i muzikës pop dhe është gjithmonë i ëmbël, sweet etj. Sot ka 38 vjetorin. Një tjetër këngëtare kemi në sfond, është Dafi, që ka një zëmë të vërtet shumë interesant dhe gjithmonë e sjell këtë risi në mënyrën e të kënduarit, në çdo këngë që ajo ka publikuar deri më tani. Këngëtare shumë e suksesshme me muzikën soul dhe sot ka 31 vjetorin, por kam disa fakte shumë interesante për Dafi që do t'i ndaj pastaj. Nisur nga emri, nuk e kishte kështu emër, nisur nga pasionet e saj të shumta dhe gjithçka që ka bërë deri më tani në jetën e saj, por mendoj që më e gjetur do ishte një këngë e ëmbël nga Jason Mraz, romantike, kështu që e shijojmë pafund tani. Kjo kënga është për ty Fation. Të paktën kështu më thanë nga regjia, kështu që po ky top 5 nuk di për kë është, se bëhet fjalë për tradhtar. Kush e do këtë top 5 t'ia falim? Askush këtu, se këtu ka vetëm dashuri dhe jo tradhti. Gjithsesi, besoj që do ju shërbej shumë gjithë atyre që kanë gjetur dashurinë e tyre për ta vlerësuar, për ta mbajtur fort prapa krave dhe mos bëjnë si Heidi Klum dhe Robert Pattinson e shumë të tjerë që kanë tradhtuar apo janë tradhtuar, ne do t'i zbulojmë tani. Supermodelja Heidi Klum për shembull, që është shumë e përfolur për marrëdhënien e saj dashurisë që pati me Seal, ishin plus 7 vite bashkë. Dhe dukeshin aq të lumtur. Okej, thonë, po kjo bukuroshe çfarë do me këtë kështu thonin të gjithë, por gjithsesi, ata po vërtetonin të kundërtën
fotos, derisa kishin të 4 fëmijë, derisa u ndan dhe faji ishte heti klum, se ata truri ta trastonte me truprojën e saj, bodyguardin e saj, që Turp TV, për të kaluar tek një dyshe tjetër që është një ndër tradhtit më të dëgjuara të kohërave të fundit, që është ajo Robert Pattinson dhe Kristen Stewart. Bën filmin bashkë, lindi dashuria aty. Aq të dashuruar ishin, edhe pse dukeshin si dy meshkuj bashkë, mua kjo Kristen Stewart duket si më duket, përfundoi duke trajtuar me regjisorin e filmit dhe ishte ai dëm, ishte i papar, derisa tani kjo ka përfunduar me një vajzë dhe ky me një vajzë. Okej, janë mirë secili. Jennifer Lopez dhe Ben Affleck u njohën në xhirime dhe madje në ato kohë Ben Affleck e la gruan e tij për Jennifer Lopez. Po tamam karma është ajo që është, bota është me rrota, sepse disa kohë më vonë ishte ky tamam që e trastoi Jennifer Lopez me një Jennifer tjetër, që ishte Jennifer Garner kësaj. Kështu që një lëmsh trastish u bë, si ma bëre ta bëre etj. Për të kaluar tek Madonna, e cila ka trastuar bashkëshortin e saj, Guy Ritchie, me një basketbollist, domethënë, la Guy Ritchie për një basketbollist, i pëlqente basketbolli atëherë, Alex Rodriguez, dhe kur ky ishte i trastuar. Kështu që këtu kemi të bëjmë një double trasti. Trasto kjo, trasto dhe ky. Kështu e kanë të rrezik këto vipat me trastira e me gjëra. Ne do t'ju çojmë tek një këngë e tretë që titulli është shumë i bukur, Angels in Blue Jeans. Do flasim për vajzën e ditëlindjes, për një ndër, se kishim shumë vajza dhe djem ditëlindjes sot. Do flasim për Dafin, që është shumë interesante jo për Dafin tonë, për Dafin e aty jashtecave, që është shumë interesante në muzikën që ajo bën. Dhe emri nuk e ka Dafi që ta dini, kështu se të një vet, Ami An është emri i saj. Pse la Ana kjo? Do kuptoheshim shumë mirë. Po gjithsesi edhe Dafi ne jemi kuptuar, nuk është se na ka konfuzuar. Jo vetëm është këngëtare dhe e talentuar, por edhe shkruan këngë, kështu që ka filluar duke marrë famë, nuk kishte më besim te kompozitorët dhe kantatorët, dhe filloi të shkruante vetë këngët e saj, se vetëm ashtu arrinte të pasqyronte me të vërtetë atë që ajo ndjente dhe donte, dhe kjo vajzë bënte vetëm gjëra që donte edhe pikë, madje që në adoleshencë ka qenë kështu rebele. Pse e them këtë? Po që rrinte gjithë natën duke bërë me shoqe të mirë. Ku i merrte kjo gjithë këto lekë që i shpenzonte gjithë natën, madje ishte shumë rebele sa që konsumonte edhe alkool, dhe çfarë ka bërë? Teksa ishte shumë e pirë një natë, vajte dhe vodhi diçka te komshiu, do thoni ju kputot aty për jashtë. Jo, vodhi varkën e komshiut dhe lëvizi nga një vend tjetër me këtë varkën e vjetër. Nuk di çfarë u bë kur e morën vesh pastaj, me siguri ka kërkuar falje, ka bërë Angels Face dhe gjithçka kaloi dhe vajti shumë mirë. Gjatë kohës që edhe studionte, ka punuar si kamariere dhe këndonte një kohë në një restorant, këndonte edhe këndonte muzikën jazz që kishte të preferuar në saj. Dhe sa i përket personazhit muzikës që ajo ka idhull dhe i preferon shumë, bëhet fjalë për Aretha Franklin dhe Etta James. Cizitë e këtyre i ka në shtëpi kështu plot, e ka atë fonotekën, i gjon pafund dhe i preferon. Mes konfidencash e thrasin Daffodil. Kështu që edhe ne mund ta thrasim shumë, por nuk kemi konfidencë me to, kështu që e lëm. Dafi është shumë mirë dhe ka punuar edhe një dyqan rrobash. Nëse mendoni se vishet bukur, e ka se ka punuar në dyqan rroba dhe çfarë s'ka parë dhe ka filluar të kombinojë të bëj bukur. Gjithsesi vetëm me zeza, unë ka qelluar të shoh gjithmonë me zeza. Ne do ta sillim tani nëse jo për ta parë, për ndjerë të ngjyrën me të vërtetë shumë interesante të zërit që Dafi ka. E shohim. Si thoni, sikur të sjellim këtu në Medej me një këngë, jo këtë kohë, ku Ricky Martin për shembull. Se e kemi parë tek kësa na poston një foto kështu treguese në Instagram, për shembull, pak ditë më parë, mbani më që kishte një foto me një trëndafil që ne vram mendje ku të ja jepte këtë trëndafilin, dhe sigurisht djalë do ishte ai që do ja jepte. Kësa herë do ta sillim me një këngë që duket aq rebel, I don't care, thotë që në krye të këngës, që në titullin e saj. Dhe kënga është publikuar në 2005, ishte pjesa e albumit të tij me një titull po kaq të bukur, Live, domethënë njëri këndonte jetës, pastaj thoshte nuk më intereson fare, donte të ishte i dashur, dorë të njerëzit ta donin etj, me dashuri i ka patur gjitha dhe meritën. Ua, sa bukur kjo këngë e Ricky Martin. Dhe duket që vini këtu e paska shumë preferuar se po kërcej gjatë gjithkohës me këngën e Ricky Martin. Do kërcesh dhe tani teksa ne të luajmë këngën që në fakt u publikua në shtator të po të njëjtit vit të 2005-s dhe aq shumë preferua si këngë saqë erdhi në 2 versione. Në versionin anglez që ishte edhe një bashkëpunim dhe gjithashtu edhe në versionin spanjoll, sikundër ndoshta me një numër të konsiderueshëm të këngëve të tij që vinin edhe një version spanjoll gjithashtu. Kënga ka patur edhe një bum tjetër artistik në momentin kur u këndua në ceremoninë mbyllëse të lërave olimpike. Një djalosh kaq i bukur, inteligjent pse jo në muzikën që ka bërë, edhe energjik, vetë se sukses do kishte lërat olimpike. Pa ta shohim mirë, do ketë njëjtin sukses këtu në Medej, kështu që pa humbur kohë shohim këngën.
Do flasim për familjet e mëdha të Hollywoodit, që ke qef t'i shohësh në ato fotot e bukura, kur sundojnë ato kopertina që janë kështu ai family portrait gati perfect, se sa më shumë njerëz kesh, më shumë dashuri merr, domosdoshmërisht më shumë dashuri ke për të dhënë për njerëzit vërdall. Kështu që këto familjet e mëdha janë shumë interesante. Për shembull, familja e bukur që unë adhuroj dhe e dua pafund, dhe uroj më të mirat e botës, është Angelina Jolie dhe Brad Pitt. Dhe fëmijët e shumë që ato kanë. Për shembull, kishin adoptuar Angelina në fakt kishte adoptuar Maddox dhe Pax në fillim, edhe Zara, parësisht ishte me Brad Pitt, pastaj u shtuan edhe 3 të tjerë, Shiloh dhe 2 binjakët Knox dhe Vivienne. Me këto emrat edhe mund ta kishe, nuk e di, bërë më të thjeshtë situatën, por gjithsesi. Madonna, për të kaluar tek një tjetër që i dashuron familjet e mëdha, kishte një vajzë, Lourdes, me dashurin Carlos Leon, djalin Rocco pastaj me Guy Ritchie, adoptoi edhe një djalë, David, dhe një vajzë Mercy, dhe kështu u bë një big family dhe e lumtur ndër të tjera. Kardashian, si mund të harrojmë një ndër familjet më të mëdha në numër dhe më të përfolura. Kris Jenner, njihet për familjen e saj të madhe që edhe e reklamon nga hera kudo, sikundër ndodhet edhe në show-n Keeping Up with Kardashian. Do të thënë, Kimin, Khloe dhe Kourtney, edhe Robin e ka me burrin e saj, ndërsa Kendall dhe Kylie e kanë me gruan e saj, që është Bruce Jenner, e shndërruar në Caitlyn kohët e fundit. Roberto De Niro, pastaj bravo i qoftë, 6 fëmijë dhe këto i ka të shpërndara me 3 gra të ndryshme. Familje madhe, kësa i them unë. Dhe ta mbyllim listën me një modele, se ne edhe i gjykoj modelet duke thënë që shiko se modelet nuk do bëjnë kalamaj, se s'duan të përshin linja trupin e tjerë, po Heidi Klum e ka përmbysur situatën, ka një vajzë që e kishte adoptuar bashorti i saj Sill dhe 3 fëmijë që i bën bashkë, dhe një trasti që ja futin në fund, edhe kaq ishte. Ne do t'jellim tani një vajzë që është shumë e suksesshme dhe kjo vjen nga një familje e madhe, 3 motra janë apo, është një prej tyre, Era Strefi. Çfarë doja thoja? Kjo kënga është shumë e gjetur sepse na duhet një polic, kështu që të na e silli Eva Simon që e këndon te kënga në fjalë policin, se na duhet për këto kriminalët e Hollywoodit. Do flasim për personazhet e Hollywoodit që janë bërë shumë të njohur, të përfolur, do të thonë ato ishin të njohur, por janë përfolur shumë për disa ngjarje të errta dhe disa dosje penale që kanë në polici, se njeriu duhet të provojë gjitha në jetë. Për shembull, duhet të provojë Chris Brown të rrajë një femër që turp TV, se vetëm për këtë e ka marrë nas, siç ndodhi në 2009, që ishte një ndër skandalet më të përfolura të asaj kohe, edhe sot e kësaj dite kujtohet gjithmonë, i cili dhunoi fizikisht të dashurin e tij që ishte Rihanna, e bukura Rihanna, dhe në 2013 u dënua po për të njëjtën gjë, po kësaj here e rriti dozën, u rrit në profesion sepse rrahu një burr dhe jo më një femër. Courtney Love gjithashtu u akuzua për sulm, krim të ndryshëm në 2004, kishte sulmuar dikën me një shishe. Kështu është kur pi alkool deri gjithë natën jashtë, nuk duhet marrësh pije të hapme. Ose në këtë rast duhet marrësh pije të hapme, se nuk e shishe pastaj që ja kapusësh tjetrit në kokë. Dhe Snoop Dogg e kishte situatën keq. Snoop Dogg ose Snoop Lion, se një zot e di se njëri ndryshon këtë emër, njëri e kthen në gjendje fillestare, u akuzua për vdekjen e Philip Woldemariam. Domethënë ky e ka egzageruar në maksimum, ku në fakt ky u qellua për vdekje dhe supozohet që e ka qelluar truproja i Snoop Dogg. Të dy u arrestuan kështu pas ndarjes së çmimeve MTV në 93-shin, pas 2 vjet arrest shtëpie, u shpallën papajshëm për shkak të vetmbrojtjes, se supozohet që ka bërë një rrethana të kësaj natyre vetmbrojtje. Po Eminem ma prishi qefim pse ishte në këtë top list. Eminem, që e kam shumë preferuar, u akuzua për posedim të një arme të fshehur dhe të sulmit në vitin 2001, sepse tani ky nuk ishte shumë faj, se shkon biri botës do t'i puthi gruan, dhe ky nuk e lejoi kurrësësi, dhe në vend të puthjes që t'i merrte gruas së tij, ky i tha një grusht të fortë. Për ta mbyllur me Lil Kim që çfarë s'ka bërë, domethënë u akuzua për pengim të drejtësisë, konspiracion, vjedhje dyqani dhe dëshmi të rreme. Më shumë se kaq nuk mund bëhet ti vlla. Gjithsesi, kënga në sfond shkon shumë me situatën që po flasim, por dhe kënga që do sjellëm shkon gjithashtu shumë me Helme keni, Rita Ora. Do sjell një këngë shumë të bukur. E mbani mend kur në fillim erdhi ky bashkëpunimi i çuditshëm, një këngë, domethënë 4-5 seconds, por që do të bashkonin, një titull i çuditshëm do të bashkonte 3 figura shumë të rëndësishme të muzikës, siç ishte Kanye West, Rihanna dhe Paul McCartney. Domethënë që do ishin këto 3 bashkë nuk më merrte mendja. Po që produkti ishte super pozitiv sepse e pëlqyer dhe ndeshën këngën, edhe videoklipin që në fillim tingëllonte pak i çuditshëm, po pse s'kan ngjyra ato që e bëm shumë bardhëzi, po që doli me vërtet shumë i bukur. Dhe si duket e kemi dashur jo vetëm ne që edhe s'dim të këndojmë, por dhe ato që kanë pasion të madh për këndimin,
kanë dëshirë të madhe për të kënduar dhe e bëjnë këtë duke i treguar gjithë botës mbar në portale interesante në YouTube. Një cover song të kësaj këngë, përkthyer ndryshe dhe të shkurt, ne do ta sillim tani. Kështu që pas se të kalojmë tek ky cover song, unë sa arrini dhe i nxirrni me 15 sekondë në Instagram, edhe këtë mund ta bëni. Tani kohët e fundit kam parë që shumë nxjerrin video në Instagram. Mjafton të keni 3 GB internet dhe nxirrni video atë duke kënduar vetë, kush e di mund dikush t'ju vërej me 3 GB që ju sjell vitamina. Në Facebook pastaj nxirrni gjithë videon që mund bëni duke kënduar edhe duke kërcyer, sepse Facebooku vjen pa limit për gjithë madhisa që kanë vitamina në telefonin e tyre dhe këtë këngën, nëse më vërtet ju pëlqen, shumë e thjeshtë. Search në Deezerin tënd dhe e mban aty në playlistën tënde dhe dëgjon këngë pafund në mëngjes, të drek, në darkë, këngë shumë të bukura, mjafton të keni Deezerin që nuk harxoni internet fare se Deezeri ju vjen vetë nga paketa vitamina. Pastaj këto do të merrni në telefon, të bëni mesazhe shumë mirë, keni edhe minuta dhe mesazhe nga vitamina. Kënga të ndihmon të jesh mirë në gjendjen emocionale, ndërsa vitamina të jesh on. Shohim cover song. Unë që është e vërteta, Alicia Keys e kam pasur gjithmonë preferuar. Unë duhet nga këto femrat e forta, jo vetëm këngëtare, por dhe kantautore, që shkatron atë piano. Sa mirë që luan në piano, se shpesh në performancat e saj live nuk mungonte pianoja, kurse si kësaj here ajo do të vi më në formë se kur, sepse ka zbuluar sekretin e jetës, që është të marrësh pozitivitet dhe të kesh një muz, të jesh inspiruar dhe e frymëzuar. Ajo tashmë ndjen një të qenurit nën, ja ka shtuar më shumë këtë energjinë dhe e ka bërë të jetë on si vitaminsat, vetë ka rrëfyer këtë gjë që tani që është bërë nën, që fëmijën e parë ishte në 2010-ën, tjetrin në dhjetorin e vitit të kaluar dhe kjo ka shtuar dhe e ka bërë njëri të rrethuar nga dashuria dhe më të dashur se kur dhe kjo e frymëzon dhe inspiron më shumë që të bëj këngë sa më të bukura. Kështu ka thënë, kështu që na i ka hetur ato shkëndijat e para duke thënë që prisni do keni këngë të mrekullueshme nga unë se e kam gjetur motivin, tani kam shumë dashuri për ta hedhur edhe në letër, edhe notat muzikore për ta përkthyer në këngë që edhe ju do t'i dashuroni, do t'i doni. Kështu që na e futi tamam këtë ndjesinë e suspansës, mezi e presim që na sill ndonjë këngë tjetër, pse jo mund bëjë ndonjë dedikim për fëmijët e tyre. Dhe kështu gjithë mamat gjejnë veten dhe gjithë fëmijët pse jo gjejnë veten. Është koha për një tjetër hapësirë muzikore, shohim. E mbyllëm edhe me depërtitën e sotëm me një këngë që ne e duam shumë këtu në Madh. Gjithë e kanë qejf, që fitoni lëvizje kërcej në çik ju, çuna mos bëni kaq serioz. Edhe pse me këtë këngë vazhdimisht kërcesh, domethënë vetëm kështu mund kërcesh. S'është nga këto këngët që të bën të qash, të mund të jesh romantik etj, por ne kemi një tjetër alternativë si të jemi me energji. Vizitat që i bëjmë njëri tjetrit, që ja kthejmë njëri tjetrit në rrjetet sociale. Teksa strishat e mbaruan punën e tyre, fillojnë punën time, që do thotë i përmend teorikisht. Të gjithë ju madhista kudo ku jeni, bëni mirë që në Facebook me Delbenja për shembull të futeni një like si fillim, pastaj jeni pjesë e jona, në çdo postim komentoni çfarë të doni, në temat interesante që ne sjellim, se ne sjellim edhe lajmet, pastaj që me këto lajmet, si po të klikosh sipër, shkon diku tjetër në një tjetër dinasti që është ajo e website-it met.al dhe aty keni shumë lajme interesante dhe pikante, edhe studime, edhe për të qeshur, edhe për të qarë, edhe sondazhe, kështu që bëjni një vizitë atje se merrni shumë informacion që edhe kafja pastaj pas ditës që pije shumë e këndshme duke ndarë këto lajmet limonat me miqtë tuaj. Në YouTube ju keni çdo program të mundshëm, gjithë programacionin në Medej. Keni edhe ato med momente të çmendur, keni edhe Mad Report dhe gjithçka tjetër. Çfarëdo që edhe një intervistë për shembull me një personazh ftuar që keni shumë gjatë, doni ta rishikoni disa herë, aty e keni intervistën mjaft mirë, edhe të komentoni të bëni çfarë të doni, pse jo. Kam haruar ndonjë gjë Instagramin, që është Medvispos Albania. Instagrami kohë të fundit po përdoret shumë. Atje keni çdo foto, këto backstage-et e çmendura të çdo emisioni që ne kemi, prezantuesit me këto foto të çuditshme që bëjmë pse jo, mund të bëni like dhe koment gjithçka tjetër, duke nisur me një ndjekje, me një follow. Kështu që mënyrat se si mund të jemi bashkë janë të shumta. Ne tani të çmendemi në emisione të bëjmë çuditëra, shkohet të çmendemi të bëjmë çuditëra dhe virtualisht, teksa marrim të pushimin në pasdites dhe takohemi përsëri nesër në 52.00. Mirupafshim.